Përshëndetje miq, mirë se erdhët në kohën për të shijuar. E kemi nisur javën, jeni njohur tashmë me konkurrentët e ri, bëhet fjalë pikërisht për Aldin dhe Ergysin. Përshëndetje, mirë se erdhët. Çuna, si ndjeni sot? Mirë. Jeni gati për garën e dytë? Po. Besoj se kemi përzgjedhur të recetat me kujdes. Shoh që në tryezën tuaj të punës janë të vendosur përbërësit sipas rendit, ashtu siç thotë dhe Mandi, shefin e kuzhinës. Por, përpara sa të zbulojmë se çfarë do të gatuajmë sot dy konkurrentët tanë, me çfarë recetat do të garojmë me njëri tjetrin, falenderojmë Supermarket Xhangollin, i cili na krijon mundësinë e blerjes së produkteve të ndryshme. Faleminderit Xhangolli që na jep mundësinë që tek ti të blejmë produkte me cilësi të mirë, por si gjithmonë kemi thënë, të paguajmë lirë. Xhangolli. Hey. Xhangolli. Dhe jemi gati për zbuluar recetat për ditën e sotme. Do ta nisim me Aldin. Aldi, çfarë do të gatuajmë sot? Sot do të gatojmë një filetë të peshku me salcë reslingu, Aha. të cilët do na nevojiten kunguj, patlıcan, karota, speca, koper, një peshk koc, pana, krip, piper, salcë soj, mje dhe verë bardhë. Dhe këtë recetën ku e ke parë? E ke mësuar. Do me thënë nuk është recetë e krijuar nga Aldi, jo. Jo. E ke parë dikur. Mirë, vazhdojmë me Ergysin. Përshëndetje. Përshëndetje, Ergysi. Sot ju kam sjellë makarona fusili me një salcë kima. Është një recetë shumë e thjeshtë për të bërë. Edhe mund të konsumohet për shembull në një drekë ose darkë familjare. Përbërësit janë makarona fusili, karot, djathë parmigiano, kanel, shkopi kanele, qep, hudhër, salcë domatesh, mund të përdorim edhe domatet freskëta, e t'i bëjmë salcën se dojmë, mish i grirë, vaj ulliri, krip piper dhe verë bardhë. Shumë mirë. Ergysi ku e ka parë këtë recetën? Këta e përgatit mami shumë herë në shtëpi. Dhe ja ke vjedhur mamit. Po, kam vjedhur mamit. Mirë, ndërkohë pa humbur kohë, dëshiroj të lidhem pak me Mandi. Nuk e di se si i duket Mandit recetat e përzgjedhura nga Aldi dhe Ergysi për këtë sfidë të dytë. A kanë ngjeshmëri apo jo? A kanë vështirësi apo jo? 25 minuta mjaftojnë për të përgatitur? E të gjitha këto pyetjet me radhë. Mandi, përshëndetje. Përshëndetje Iva, përshëndetje dy konkurrentët tanë. Atëherë Iva, kemi zgjedhur dy receta që janë, kemi një pjatë të parë nga Ergysi, ndërsa nga Aldi kemi një pjatë të dytë me bazë peshkun. Janë receta që gatuhen brenda kohës që ne kemi në dispozicion, sepse edhe vetë nga përbërësit që kanë përzgjedhur janë përbërës që gatuhen shpejt, pra duke i ndërthurur me peshkun perime që Aldi ka përzgjedhur, arrit të bëhet kjo recetë brenda kohës. Ndërkohë dhe Ergysi ka zgjedhur një recetë fusili me ngjyra, janë makarona të gatuara pak më përpara, sepse edhe vetë ajo makaronë do një kohë gatimi, do një pajisje që është një lloj makinerie që përdor atë pastë, nuk mund të bëhet me dorë. Kemi me salcë ragu, quhet ragu bolognese, nga prerardhja e saj recetë është italiane, por në këtë recetë që Ergysi ka përzgjedhur, është një recetë të themi duke gatuar në, siç tha Ergysi që ka gatuar mamaja e tij, është një produkt që në Itali nuk përdoret, pra bëhet fjalë për kanellën. Në Greqi kanellën e përdorin tej masë, në këtë rast, në këtë recetë të ragus bolognese. Pra jo kemi dy pjata që kemi një pjatë të parë, një pjatë të dytë dhe shpresoj dhe nga teleshikuesit tanë që na ndjekin, t'i gatuajnë sepse janë vërtet pjata të thjeshta dhe patjetër që kanë dhe shije të veçantë, si njëra dhe nga tjetra. Dhe Mandi, arsyesht se ti kemi një pjatë të parë, një pjatë të dytë, duke pasur parasysh jetëja i cili i provon sot dhe një ëmbëlsirë në fund dhe e mbyll ciklin, ë? Mirë, do t'idhemi sërish bashkë. Ndërkohë pa humbur kohë, le të bjerë gongu, sepse si Aldi dhe Ergysi janë gati për të nisur sfidën e sotme. Djemtë nisin ngarën. Mami ka gatuar shpesh këta recetën, a? Po, zakonisht
gatuar. Të ndihmoj Ivan një sekond? Ja, se njësa. Okej. E gatuani ditën e diel kur jeni të gjithë bashkë në familje? Jo, apo nuk- edhe ditë javës. Edhe ditë javës. Po, s'është Nuk është recetë e vështirë? Jo, fare. Presim qepën. Fjetë e hodo. Ke zgjedhur pikërisht recetë për të garuar në këtë sfidë të dytë. Është një recetë që bëhet brenda 25 minutave dhe në morinë e recetave që ti kishe mendove që kjo është më e duhura, apo nga që të pëlqen vetë dhe t'ja bëj dhe pak qefin mamit? Pëlqen vetë, por është edhe recetë që mund të bëhet shumë kollajt në shtëpi, edhe është ekonomike, edhe shumë e shijshme. Dhe shumë mirë ke bërë që na ke sjellë të recetë, sepse kemi rekomanduar anvisave një ndërthurje shumë të bukur shumë të mirë me kanellën, karotën, pastat, fosili, salcën, mishin e grirë, djathtin, kripën, piperin, vajin dhe kjo çfarë është? Është ujë. Është verë. Është verë e bardhë. Po, do t'ja përdorim për të shuajtur kur të ka fërdisim mishin. Qepën. Pra, për përgatitjen e recetës e nisim si fillim fare me qepën. Qepë. Po, ngrim qepën në kubike. Tu kemi vend ujin të zije, kemi hedhë krip që të shtojmë makaronë, që t'i përgatisim. Ama përpara ergys po përgatisim salcën, no? Po. Pasi kanë nevojë për më shumë kohë se sa pasta nevojë të do e kalojmë pastaj në mikser, ta grijem pak. Ah, do e kalojmë në mikser. Po. Do të ngrihet pak sa. Arrim hudhër. Një thelbi. Një thelbi hudhër për shije. Po. Mirë, po bëjmë ganti avash të kaloj pak nga Aldi. Aldi, pa merë njërë të gotën e verës. Dhe jo më kohë fillon të qesh, sepse ti di shumë që i sot ti ke ditëlindjen. Dhe sa vjeç mbush? 24 vjeç. Aldi i gjithë stafi kohës për të shijuar, të uron gëzuar ditëlindjen, u bëvsh dhe 100 vjeç. Faleminderit edhe ti, i cili erdhe për të konkuruar pikërisht për këtë ditëlindjen, se kjo është fat për neve për ty. Aldi, u bëvsh edhe 100 vjeç. Nga regjia dëgjoj të gjithë urimet për ty, kështu që regjizori unë thot vazhdo puno, sepse koha fluturon, kështu që pavarësisht se ke ditëlindjen, nuk është nga ato që preket mandi shefi në kuzhinës. Ergys, Urdo. kaq me seriozitet e ke marrë ti garën, sa që dhe Aldit nuk i urove ditëlindjen? Po ja, i uroj. Ali i gëzuar, të uroj gjithë të mirët, këtë bërësin e jetë. Shumë faleminderit. Edhe sa ma lartë me kuzhinën. Sa më lartë me kuzhinën, pse jo të bëjë të dy sheta të njohur kuzhine. Mirë, ndërkohë që të dy djemët po i lë që të përgatisin recetën e tyre, në fakt jo më kopë sot, po i lë të punojnë të qetë, pasi kanë garën e dytë, nga vlerësimi i ditës së kaluar, pra e garën së parë, Ergysi ka arritur të grumbullojë 10 pikë, ndërsa Aldi 9 pikë. Që do të thotë ka një pikë diferencë me njëri tjetrin. Kjo garë do t'jetë pak garë e vështirë, sepse të dy djemët kanë vite të cilën e ushtrojnë profesionin e kuzhinierit dhe në një farë mënyrë punojnë, nuk kanë thjesht pasion, pra që gatuar në familje apo që ndajnë këtë pasion me miqtë e tyre, por ata e ushtrojnë profesionin e kuzhinierit. Kështu që, ashtu që kemi thënë dhe në fillim,
kjo garë duket që do t'jetë paksa e vështirë. Djemtë në përgjithësi nuk e kanë shumë qef që të flasin, janë më shumë të punojnë, që unë do të plotësoj të dëshirë të kërkesën e tyre, do t'i lëmë më shumë që të përqendrohen tek përgatitja e recetës. Dhe ndërkohë unë rikujtoj edhe një herë që jemi në sfidën e dytë të Ergysit dhe të Aldit. Të dy djemtë do sjellin në studion e kohës për të shijuar 4 receta, të cilet do të jenë të përzgjedhura vetë nga ana e tyre, duke u bazuar tek vlerësimi i shijes dhe organizimit. Mandi, shefi në kuzhinës, do të bëjë dhe vlerësimin e tyre për të përcaktuar se pas 4 ditëve kur do të jetë dhe personi i cili konkurrenti i cili do të shpallet dhe fituesi i kësaj jave. Vlerësimin nis nga 0 pikë që janë pikët maksimale deri në 5 pikë që janë pikët minimale, 0 pikë deri në 5 pikë që janë pikët maksimale. Ndërkohë, për të gjithë blerjen e këtyre produkteve të ndryshme ku djemt të vinë dhe përgatisin recetat e tyre, ne do të falenderojmë Supermarket Xhangollin, i cili na krijon mundësinë e blerjes së produkteve të ndryshme. Tek Xhangollin e dim që kemi mundësi që të blejmë mirë dhe të paguajmë lirë. Na kanë sjellë 2 receta sot, si Ergysi dhe Aldi, pa humbur kohë unë i përmend edhe një herë në mënyrë që të gjitha anvisat të kenë mundësinë për t'i dëgjuar edhe një herë dhe pse jo për t'i shënuar në fletorin e tyre, në bllokun e tyre. Ergysi ka zgjedhur të konkurojë sot me fusili me salcë kima. Në përbërjen e kësaj recete bëjmë pjesë makarona fusili, vaj ulliri, mish i grirë, salcë domatesh, karota, djath parmigjan, qep, kanel, hudhër, verë bardh, vaj ulliri, krip dhe piper. Ndërkohë Aldi nga ana tjetër ka zgjedhur të konkurojë Ergysin me fileto peshku, ku nevojiten peshk koc, karot, spec, kunguj, patlıcan, miell, krip, piper, vaj ulliri, verë bardh, pana dhe salcë soja. I kemi thënë të gjitha? Po. Aldi, po? Po. Gjithsesi do ta përmendim edhe një herë recetën kur të jemi në mesin e garës, në mënyrë që të fiksohet sa më mirë se me çfarë kemi garuar sot dhe se si ne do ta përgatisim. Tani Aldi, ditëlindja kaloi, boll të morën me të mira. Kaq që mbaroi tani. Kështu që na shpjego pak se çfarë ke bërë. Shoh që këtu pas ke bërë gati bulionin. Bulionin e peshkut. Okej, bulionin e peshkut. Pra kemi dhënë përpara peshkun. Po, në të cilën kemi hedhur qep, karot, selino dhe peshku. Këtu kemi bërë filetën e peshkut, të cilën e kemi filetuar. Po si e kemi filetuar, na e shpjego? Peshku filetohet dhe E morëm, e pastruam, e bëm me miell apo jo? Jo, e morëm, e pastruam, e filetuam dhe më pasi kemi hedhur vanj, pasi të marrë nxehtësinë e duhur, lëjmë me miell peshkun dhe e hedhim. Do me I japim një faqe në të dy anët, e shuajmë me verë të bardhë, i hedhim edhe pak bulion peshku, krip piper dhe... Ndërkohë të tigani tjetër për përgatit karota, spes të kuq dhe... Karota, spes të kuq, tani do hedhim dhe kunguj patlıcan. Dhe patlıcan të kunguj. Ata janë të fundit se kërkojnë me pak kohë për të përgatitur, apo? Po, ja besoj tani erdhi koha për të hedhur. Dhe çuna, e keni parë veten në televizor, mo? A ju kanë parë? Që se keni parë ju. Ju kanë parë apo jo? Se di, jo. Dhe tani asnjë koment, ë? Jo. Po si ka mundsi? Ti Aldi dhe kam besim se më dukesh djali jot, po të Ergysi e ka merakun. Ja, vetëm. Të ka parë ndonjë shoqë? Familja, shok. Në përgjithësi. Po, po. Atë kanë pëlqyer? Po, mirë, më kanë uru për fituaren e parë. Ndonjë kritik fare? Jo, Mami, jo. për shembull, se mamin e kemi kështu si kritikën kryesore të familjes. Jo, mami nuk është se tha në gjë, shumë mirë, bravo. Dhe të fitof më i mirë, më Po, duket. suksese për... Për sfidat e me mëtejshme. Po. Aldi, a ndryshon të gatuash vetëm në restorant, pra në kuzhinë, dhe të gatuash këtu te koha për të shijuar? Ka ndryshime? Ka pak ndryshime në fakt, domethënë. Këtu gatuam me emocione? Jo emocione, po... Me kujdes. Po, se është edhe për një pjatë, më kusht ati e pluks. Ati ka përshtypjen që porosit janë për numër të madh personash edhe nuk për sasi të mëdha dhe nuk fokusohesh dhe përqendrohesh kaq shumë tek Jo, fokusimi është po i njëjtë, po... Këtu tregohesh me kujdes. Po.
Pastaj thua Iva, atje nuk kam një Ivon, që më grizja gjithë kohës, çka. Atje jam i qetë. Ta keni treguar që gatuani shumë receta, jeni kuzhinier, në përgjithësi pra jeni ju ata të cilët plotësoni dëshirat e klientëve, e recetave të preferuara të klientëve. Tani pyetja ime është Aldi, për ty, kush është receta më preferuar, që ti të pëlqen ta konsumosh? Ka shumë mëshmëri, po Çfarë të pëlqen më shumë ty? Unë jam, më preferenca ime është peshu më shumë, domethënë. Dhe gatimi me peshë më shumë. Dhe nga që të pëlqen vetë peshku ti ta hash, atë e gatuar më mirë. Po. Ne kemi sjellë të dy djemt këtu sot në këtë spit të dytë, që të përgatisin recetën e tyre që ata e kanë zgjedhur dhe mendojnë që është brenda kritereve, pra brenda 25 minutëshit, ku ata nuk mund të gabojnë në lidhje me shijen dhe organizimin. Ajo që na ka bërë përshtypje është që dhe ditën e djeshme, pra që ishte sfida e parë e Aldit dhe Ergysit, të dy djemë, si Aldi dhe Ergysi, gatuar në për restorante, kanë vite që e ushtrojnë si profesion, kur shkon puna në familje, ose lasin ndihmoj mamin. Si është kjo punë në Ergys? Po... Tani, si ta them unë... Po pse vetëm për çupkat do gatuani ju, mo? Ja? Vetëm për çupkat do gatuani? Jo, normal që jo, Për mamin jo, mami gatu më mirë dhe ku ka si të gatuje mami. Te mami gjem rahatin e? Po, rahatin të gjithë, normal. Ndeza? Jo, pritësi. Dhe tro... Një dhe gu. Okej. Marëm edhe një tigan tjetër. Dhe pas, duke shtypur butonin që kemi anash, e ulim poshtë. Me smooth maker mund të pastrohet vetvetiu, pra siç funksionojmë për të marrë lëngun, në këtë mënyrë funksionojmë dhe për të pastruar të gjitha enët e smooth makerit që ne i përdorim në masën e caktuar që kemi nevojë. Dhe shoh që ti ecur mirë. Ecur, kam vënë mishin e grim, salcën e kemi gati, pastaj do shtojmë mishin Mishin e e gri, çfarë salca. kështu, apo vetëm mish të gri dhe pak vaj, kaq. Vaj po dhe do e shojmë me verë parë. Okej. Pastaj do e kalojmë në salca, ose nuk kalojmë salca të mishi, po thashtë të bëjnë tiga. Edhe në fund makarona, që të marrin atë shien e salcës krejt, mas t'ja hedhim përsipër, ta marrin. Po mirë, Ergys, në përgjithësi, kur karota bëhet salcë, ka të shije të ëmbël. Po. Çfarë kjo kanella është pikërisht për të zbutur pak të shijen e ëmbël të karota, Kanella ka dy funksione? Po. Ose është e ëmbël, ose mund t'jetë e aftë pak. Kështu. Por zakonisht i jep një shije të ëmbël shumë. Në Greqi e përdorim shumë kanellën. Unë jam mësuar që atje më pëlqen jashtëzakonisht shumë kanella. Pra kanella atje është gjithmonë një përbërës i recetave, pothuajse. Pothuajse gjithmonë varet edhe nga receta. Po pothuajse në këto ushqime tradicionale dhe këto është përbërës, le të themi, edhe kryesor. Kryesor. Pra gjithmonë është i pranishëm e të. Mirë, pyeta Aldin, kush është receta më e preferuar që konsumon, jo që gatuan? Dhe ti çfarë të pëlqen tash më shumë, me qef, me dëshirë? Unë është recetë greke, quhet musakas. Musaka, është musaka e jonë? Po, musaka, po. Se dhe ne kemi musaka. Po, dhe ne, po nuk është komplet ndryshe, bëjnë paksa... A, e bëjnë ndryshe? Po. Bëjnë me patligjan, me misht e grirë, me besamel, ka shumë gjallë. Ka shumë puna, Po, ka punë. Do ta kishim përgatit këtu, po... Do ko. Do këshim bërë një garë shumë të mirë ndërmjet dy konkurrentëve. Aldi na kishte bërë musaka shqiptare, siç dimni të gatuam, siç na ka mësuar gjyshet, ndërkohë nga ana tjetër Ergysi na kishte bërë një musaka tipike greke. Mirë,
Atëherë, regjia më njofton dhe sa minuta ka në dispozicion kanë të dy konkurentët, sepse shoh që Aldi e ka përfunduar recetën e tij dhe është gati, ndërkohë që nga ana tjetër Ergysi është në përfundim, pra pastat janë përgatitur e nxirr, por nga ana tjetër kemi dhe salcën për të përgatitur. Regjia më njofton sa minuta kohë kanë ende djemt dhe si gjithashtu më bën dhe një lidhje me Mandin. Pasi jam kurioze të di se si e shef Mandi këtë pjesën që Aldi e ka mbyllur, pjesën e përgatitjes së recetës. 6 minuta kohë? 6 minutat e fundit. Ergysi të mjafton? Po. Ja, dhe. Mirë. Mandi, na ke ndjekur me vëmendje. I kam parë çdo detaj të djemve dhe ndërkohë që dhe ju prezantoni të smoothie. Po, i tregoj në një farë mënyrë dhe pjesën e larjes. Patjetër dhe çdo detaj që ju bën dhe çdo detaj të dy djemve. Se ju meshkuj pini lëngu ndërsa femrat lajnenët, Mandi. Kështu ndodh gjithmonë. Atëherë Eva, kemi parë çdo detaj dhe siç e thash, pra jemi pothuajse në përfundim. Aldi ka serviruar pjatën e tij, ndërsa Ergysi është pothuajse edhe 1 minutë në përfundim. Dhe para se ne të filloni, bëra një pyetje Aldit, pasi duke parë që dhe perimet që ai ka përzgjedhur, dhe bëra një pyetje në tendencë, të themi. Pra, duke parë që ka zgjedhur karrotën, specin e kuq, specin e shill, patlıcanin, tunin, dhe e pyeta si do kemi radhën e përgatitjes së perimeve. Dhe mu përgjigj, domethënë, në mënyrën siç duhet, pra më tha, në fillim do shtojmë qepën, pas karotën, specat me ngjyra si e shili i kuqi. Dhe në fund patlıxhan dhe kungull. Patlıxhanin dhe kungull. E bëra një pyetje sepse në shumë raste që ne kemi gatuar Iva. Po, e kemi parë që kanë gabuar konkurrentët në renditjen e produkteve. Në renditjen e çdo produkti, pra duke zgjedhur mënyrën e çdo produkti, pra si fort dhe i butë në produktin që ne përzgjedhim, pra dhe radha e tyre duhet të renditur siç duhet. Dhe më përgjigj Aldi në mënyrën siç unë kam shpjeguar shumë herë, duke zgjedhur radhën e produkteve dhe ashtu veproj. Do me thënë jemi në rrugën e dur? Jemi në rrugën e dur, si nga Aldi dhe nga Ergysi. Presim dhe Ergysin të serviri pjatën dhe jemi në fund të emisionit. Pra, afrohemi të degustojmë pjatën. Po, kam përshtypjen që për pak minuta ne mbyllim pjesën e përgatitjes dhe të recetës së Ergysit, pasi shoh që Ergysi po provon salcën. Ndërkohë pastat i kemi gati. Aldi, ne kemi përfunduar. Po. Pjata është gati. Një shpjegim të shkurtër, ndërkohë që Ergysi po dekoron pjatën dhe po e përgatit për ta servitur. Si e kemi gatuar filetën? Si që shpjeguam pak më parë, domethënë skuq në një digan vendosim pak vaj uviri, ndërkohë që i nxehet, filetën e peshkut që i kemi pastruar, e lëjmë me pak miell, bëjmë një skuqje nga të dyja anët, e shuajmë me verë të bardhë, pak bulion peshku, koper, krip, piper edhe pana. Nga ana tjetër kemi bërë perimet, të cilat kanë marrë një skuqje të lehtë dhe i kemi hedhur krip, piper dhe pak salcë soj. Dhe ja ku doli, kjo pikërisht kjo pjata. Mirë, ndërkohë shohim që Ergysin e kemi pothuajse gati. Ergysi kam përshtypjen që duhet të nxitosh pak sa, sepse jemi në minutën e fundit. Ja. Ti përzidhe më salcë? Rendën. Jemi pranë rënjes së gongut. Megjithatë kam përshtypjen që do ta përfundoj Ergysi përpara se sa të bjerë gongu pjata. Dhe jemi në rregull? Po. Jemi mirë. Jemi shumë mirë me kohën. Gongu nuk ka rënë akoma, por amasu 2 djemtë e kanë përgatitur recetën e tyre brenda 25 minutësh. Ndërkohë që Mandi bëhet gati të vi këtu pranë meje, ndoshta në sfond do të dëgjojmë dhe rënjen e gongut. E rëndësishme është të 2 djemtë
nuk është se kanë nxituar dhe kanë pasur tension për rënjen e gongut, pra për përfundimin e kohës. Nuk u nxituan sepse vetë recetat ishin të thjeshta, siç dhe televizikuesit i panë, ndërkohë dhe unë po shikoja çdo detaj. Por në këto receta që ne kemi përzgjedhur, arrim të përfundojmë brenda kohës që ne kemi në dispozicion. Fileton e peshkun e kemi thënë që është produkt që kërkon shumë pak kohë për t'u gatuar. Ndërkohë nga ana tjetër kemi edhe pastat. Mandi, unë mendoj, të paktën nga aparenca, që si Aldi dhe Ergysi kanë zgjedhur me zyrtësi recetat e duhura që i shkojnë kësaj gare. Kësaj gare. Pra, shkojnë shumë mirë me njëra tjetrën për shkak të 25 minutshit. Siç kemi thënë gjithmonë Iva, dhe sot unë e them sërish, nuk është e thënë të përzgjedhim receta që janë të vështira për t'i gatuar, por dhe receta të thjeshta, sepse ne nuk kemi një format që duhet të themi që kemi shumë, pra ka të bëjë shumë pjesa e receta, por thjesht duhet gatuar me këto receta si sot, si dhe herë të tjera. Të japim disa ide për ambisa të teleshikuesit, se si mund të kombinojmë ndonjëherë dhe produktet, me ato çfarë ne kemi në frigoriferin e familjeve tona. Absolutisht që po. Do ta nisim me pjazën e parë, që është pasta, pra pasta e Ergysit. Ka përzgjedhur një pjatë të thjeshtë, me pak ingredientë dhe me një kosto të themi jo shumë të lartë, pra kushdo anvis mund ta gatuaj. Unë parapëlqej që pastat kur ne i servim t'i përziem me salcën, sepse edhe pastat marrin shijen nga salca të gjitha. Dhe kur kalojmë dhe tek Aldi. Kemi provuar pra të dyja recetat, ndërkohë që ne presim të shfaqet në ekran tabela e vlerësimit për Ergysin. Mendon që kanë përgatitur siç duhet të dy djemt? Atëherë unë mendoj që e kemi përgatitur siç duhet. Dhe për Ergysin e nisim vlerësimin me Ergysin, shohim që të shfaqet në ekran tabela e vlerësimit. Në kriterin e shijes, Ergysi në këtë sfidë të parë vlerësohet me 5 pikë. 5 pikë, po fal, në këtë sfidë të dytë. Organizimi? Sërish me 5 pikë. 10 pikë. 10 pikë për Ergysin, vërtet me pjatë të thjeshtë. Edhe sot 10 pikë ja ke rëmbyer mandit. Shumë mirë. Shumë mirë Ergysi. Ka 2 ditë që sjell dy receta, i përgatit dhe vlerësohet me pikët maksimale. Vërtet. Pra nuk gabon në asnjë pjesë, asnjë detaj. Bravo, sukses Ergys. Atëherë Aldi. Në kriterin e shijes, në këtë sfidë të dytë, meriton 5 pikë. Aldi merr 5 pikë. Organizimi? Sërish 5 pikë. 5 pikë, pra 10 pikë gjithsej. Dhe Aldi nuk ka gabuar. Absolutisht. Kujtëm të njerë që dje Aldi është vlerësuar me 9 pikë. Pra diçka nuk ka shkuar siç duhet. Përbërësit që kishte përzgjedhur, pra ishte një pjatë në krahasim me që kishte përgatitur Ergysi. Ishte një pjatë që kishin shije më të rëndë në krahasim me Ergysin. Megjithatë sot të dy? Sot të dy unë i përgëzoj sepse kanë zgjedhur receta siç duhet. Të duhet dhe i kanë gatuar siç duhet. Dhe kanë arritur të marrin dhe 10 pikë maksimale. Ndërkohë përsërish dhe Aldin sërish sepse duke parë perimet që ai kishte përzgjedhur, siç do unë e thash edhe më parë, pra i renditi sipas produktit çdo lloj gatimi. Mos e mbajte pak me hatër se ka ditë findin sot. Absolutisht. Megjithse dhe unë uroj, pra sepse nuk pata shansin të uroj në transmetim. Po gjithë stafi e uroj, kështu që... Dhe gëzuar Glina u bëf shirjesh. Dhe në këtë rast, mandi të dhuroj 10 pikë. Mirë, Quna, keni marrë 10 pikë për sfidën e sotme. Jeni në një rrugë të mirë. Këtë u a them sinqerisht sepse sytë e mi dhe veshët e mia çfarë nuk kanë dëgjuar. Keni dhe 2 ditë të tjera kohë, mendojni me kujdes. Po kështu zgjidhini recetat, kjo është këshilla ime, sepse duke mos pasur tension dhe presion për kohën, në një farë mënyrë shihni dhe detajet dhe kuroni çdo gjë që do ta vendosni, do ta servini në pjatë. Ju uroj suksese, mos harroni këto 2 ditë, taksirat e keni, lërini shoqet shokët, lërini gjërat e tjera, vetëm mendoni për recetën e kohës për të shijuar. Në fund të ditës së enjte do të shpallet dhe fituesi i kësaj jave.
Mantin e kemi dhe kritik, kjo për gjë. Miqtë e mi, ndërkohë që përcjell dy dim, mos harroni do të jemi së bashku në këndin e intervistës. Miqtë e mi, jemi në këndin e intervistave dhe sot do të flasim pikërisht për turizmin malor. Si është zhvilluar ai gjatë këtyre viteve, potenciale që ofron Shqipëria dhe çfarë duhet bërë më tepër. I ftuar sot është kryetari i Unionit të Operatorëve Turistik Shqiptar, zoti Sadik Malaj. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Zoti Malaj, të kemi pritur sot me çaj portokalli, në mënyrë që dhe biseda të bëhet më ngrohtë, dhe pse jo të flasim dhe për turizmin malor? Kjo edhe pritja, por edhe gjithë ambienti që paske që nga shumë kënaqësi për të nejtë këtu, sepse që kanë të alternume me kulinaria, me turizmin, me ju. Kështu që nga kënaqësi, unë marr pjesë në shumë studio ku intervistohem, por ky arredim po më pëlqen edhe do vi. Faleminderit. Zoti Malaj, si e shihni zhvillimin e turizmit malor në vendin tonë? Turizmi malor është pjesë e të gjithë asaj çka ne quajmë industri turistike. Ku në Shqipëri, praktikisht në këto vitet e fundit, ka një rritje graduale, që praktikisht po merr përparësi ky lloj aspekti. Në turizëm, sot, duke qenë vend bregdetar, vend që lagemi nga 2 detra, prioritet shumë i madh është turizmi i rreth detit. Por që ne edhe operator turistik, por kryesisht kërkesa që kanë të huajt, janë në një rritje drejt turizmit malor, turizmit aktiv, ekoturizmit, agroturizmit, pra të gjithë elementeve turistik që kanë bëjnë me natyrën në disa tregues që praktikisht shkojnë rreth 20% vit. Kjo është një tregues i lartë rritje, po ta marrësh si një aspekt i caktuar i turizmit, që po e fokusojmë me këtë që thonë jo turizm malor, por që praktikisht si gamë të gjerë të këtij nocioni, hinë shumë element tillë si që janë elementet e turizmit aktiv, që praktikisht janë rritë kryesisht nga turizmi incoming, kryesisht nga prurë, nga tuajt, që është turizmi ecjeve në kam, që është shumë i përdorshëm, shumë masiv, po them, që po rritet këto vite, por edhe turizmi me bicikleta, motocikleta, 4x4, rafting, pjesë elementet e turizmit që janë pak a shumë si climbing apo llojet e tjera të turizmit, të cilat sot për sot janë në kërkesa të mëdha, duke qenë që ndoshta njeriu ka të domosdoshme qenien e vet me natyrën, me prezencën në ambientet e tilla dhe Shqipëria ofron shumë mundësi. Ne kemi gjeografikisht ne themi që jemi 70% kodra dhe male, që është një element i rëndësishëm që na prezanton. Por edhe në këtë aspekt gjeografik ka disa pjesë gjeografike të Shqipërisë që janë shumë unikale nga pikpamja e zhvillimit turizmit, siç është rajoni i Alpeve shqiptare, kryesisht zona theth Valbon dhe pjesa e Bjeshkëve. Por është shumë e kërkueshme edhe zona e Shqipërisë juglindore, Voskopoja, Dardha, Bjethkuqi e Meradh. Pjesa e Shqipërisë jugore që ka filluar parku i Gërmeni, që është mes Erseks dhe Përmetit, apo vetë Përmeti, bënja e mjaft nga destinacione tilla që janë sot elementat rëndësishëm turistik, në zonën e Elbasanit, në krajinë e Shpatit, që është e Gjinari, i Elbasanit, zona Stërblev, Shibenik, që dhe kjo është zonë prioritare që po merr përparësi, apo disa nga elementet e tillë të turizmit malor, siç ka qenë Lura, Shistaveci, apo ka filluar tani edhe fshatrat rreth Korabit, apo Kalaja Doz, të cilat të gjitha këto përbajnë një element të rëndësishëm të rritjes turizmit malor.
Nëse flasim për turizm malor dhe në mënyrën se si po zhvillohet, e rëndësishme është që të theksojmë që ajo që ka përbën, po them, rritjen apo kërkesat edhe atraksionet drejt turizm malor është ngritja e rrjetit të akomodimeve. Po s'pat akomodime shumë e vështirë për ta konceptuar apo për ta shijuar. Dhe këto vite fundit rritja e mundësive të akomodimeve që ka në këto zona është një element kryesisht i iniciativave të komuniteteve lokale, të personave privat, duke e fokusuar ndoshta në dy ose tre elementat të tillë të zhvillimit të infrastrukturës akomoduese. Në zonën Thedh Valbon ka marrë një përparësi zhvillimi i akomodimeve në ato që i quajmë bujtina, han apo guest house, pra kthimi i shtëpive të banimit të fshatarëve, të komuniteteve lokale në elementa pritje. Domethënë që siç janë bujtina, të zamë një shtëpi kthen 2-3 dhoma në mundësi pritje të turistëve. Ndërsa në zonën e Shqipërisë juglindore, që thash në Voskopoj, Dardhë, Kamenic, Baboshtice më radhë, janë kryesisht ngritja e hoteleve, domethënë mundësia e një elementi akomodues pak më të lartë nga pikpamja cilësore, por ka filluar të jenë në zonat e bjeshkve, në zona, po them, të tilla të cilat janë përdorur si kullota alpine apo për pushime të tilla verore, janë akomodimet në stane që janë disa ngrehine që i përdorin banorët lokal për si mundësi akomodimi për vete, por që kanë filluar të rregullohen disi më mirë dhe po përdoren edhe për akomodimet e grupeve të huaja. Pra, në të gjithë këto aspekte që po flasim, duke marrë si element pozitiv këto vitet e fundit në një farë mënyrë dhe duke vlerësuar punën që kanë bërë, po them, qeveritë si ajo kalura si kjo tashmja, në ngritjen e infrastrukturës rrugore drejt destinacioneve të Alpeve. Pra disa rrugë të krijuara të tilla, të cilat shkojnë afër destinacioneve turistike, po them rruga që po punohet tani në Theth, deri në qafë Thore, që është një pikë, po them, dominuese kur shko për Theth, është e përfunduar. Shpresojmë që vitin që vjen të shkojnë deri në Theth. Këto ditë që isha edhe në Valbon, po përfundonte segmenti i fundit i asfaltimit të rrugës Valbonës. Domethënë që ishte një 12 km shumë problematik. Pra ju dha përparësi nga shtesa që u bën tani së fundin e buxhetit në shtetit për këtë rrugë. Rrugët janë disa rrugë, gjithnjë po flas në zonën malore, rruga që shkon tani edhe për Vërmosh, që është një rrugë rreth 100 km që po asfaltohet rrugë malore shumë e vështirë, por që i shërben kryesisht turizmit, sepse për efekt zhvillimi komunitetit ka apo s'ka 1000 banorë gjithë zona që flasim. Do ishte mjaft domosdoshme që disa investime të infrastrukturës të rrugore, të cilat janë nga buxheti i shtetit apo nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit apo nga Fondi i Zhvillimit rajoneve, që shkojnë drejt zona malore, mos jenë qëllim vetvete vetëm për shkuar drejt disa qendrave të banuara të fshatrave, që praktikisht sot nuk është një element i rëndësishëm urbanizimi drejt fshatrave, por krijimi i mundësive të këtyre rrugëve që shkojnë drejt destinacione fundore malore. Pra, në rast sa themi për një rrugë që shkon në zonën malore në Buçe, një fshat në Tropoj, duhet shkojë deri në Padesh, që është një zonë e cila krijon mundësi zhvillimi edhe të komuniteteve lokale, por edhe të grupe turistike që çojmë. Apo asfaltimi rrugës deri në Kërnaj, prap një zonë në veri, të shkojnë drejt rreth Shkëlzenit, drejt fshatra rreth Shkëlzenit për ta mundësuar shijimin e lartësive dhe mundësive që t'jep ajo zonë. Dhe element tillë ka gjithkund edhe në rajonin Stërblev Shëbenik apo në zonën e Shqipërisë jugore apo juglindore, kur bëhet një rrugë që shkon nga rruga kryesore Përmetit deri në banjat e Përmetit apo deri tek rreth Langaris, do ishte e domosdoshme që kjo rrugë shkonte deri në Benj,
në fshatin Bënj. Pra domethënë mos ngelen për 2-3 kilometra për gjëra të vogla, elementa të tillë të cilat edhe nuk mundsojnë zhvillimin e asaj zone, por praktikisht bën problem pastaj për ta mundsuar shkuar në grupe turistike me mjete automobilistike apo me mjete tjera të cilat e mundsojnë edhe zhvillimin e fshatrave ku janë të mundshme ngritja rrjetit të akomodimeve dhe rrugën. edhe lehtëson edhe rrugën edhe shkurjen. Organizimi me bujtina dhe mungesa e komplekseve duket sikur të regjë mundin një farë mënyrë zoti Sadik vetëm të atyre turistëve aventuresk, ndërkohë që në rastin se do të kishim të zhvilluar paksa atë që diskutuam dhe pak më parë, pra hoteleri, komplekse të ndryshme, jo vetëm se do të kishte një zhvillim nga ana ekonomike, por a do ndikonte edhe në punësimin e atyre fshatarëve të zonave përreth? Këto gjëra tani, domethënë, po shkojnë dhe po rriten edhe po kompletohen edhe mbi bazën e një eksperience që nga njerë të shtyn kërkesa, domethënë elemente e ekonomisë tregut, kërkesë ofertë. Zonat ose akomodimet në këtë zona në fillim qenë një prioritet që mund të jepnim zhvillimit të turizmit incoming, të prurje turistike që mund kishte nga vendet të ndryshme me që po kërkonin. Siç ishte Thethi që kishte një tendencë, po them edhe që në një farë mënyrë u mbështet nga Gizi, që ishte një projekt gjerman, apo nga zona tjera. Ndërsa ne kemi disa vite, s'paku vitet e fundit, që edhe nga mundësia e infrastrukturës që ne po imshojmë shumë turizmit brendshëm. Turizmi i brendshëm është një koncept i tillë që të ndikojmë, sensibilizojmë në një farë mënyrë edhe të trajtojmë si një biznes, agjensitë apo turoperatorët apo njësitë akomoduese që sa më shumë nga zonat urbane, nga Tirana, nga Durrësi, nga Berati, nga Fieri, nga zonat tilla të mundsojmë shkurjen e familjeve apo grupeve caktuara drejt këtyre zonave. Kjo bëhet edhe në koncept biznesi, edhe për ta orientuar zonat urbane në drejtim të këtyre elementeve turistik dhe destinacione turistike që janë shumë të mira nga çdo pikpamje, por në një farë mënyrë të krijojmë edhe raport e balancimit të mundësive që mund të kenë bujtinat, hanët apo dhe hotelet që të kenë pak a shumë me një sezonalitet të gjerë. Pra mos jenë vetëm 2 muaj, 3 muaj, po të ketë një sezonalitet dhe një mundësi që të ketë gjatë gjithkohës mundësia për të majtë në punë këto si akomoduese në mënyrë që edhe kur kemi grupe të ujve të jenë të mundshme dhe në gatishmëri. Më bën përshtypje sa herë që ne dëshirojmë të bëjmë ski drejtohemi drejt Maqedonisë. Edhe Malitzi. Dhe Malitzi. Kemi mungesa në këtë aspekt? Ne jemi vend balor që lartësitë e Alpeve, për shembull, lartësitë e Alpeve janë gjitha mbi 2500 metra mbi nivelin e detit. Por përgjithsisht gjithë zonën malore kemi mbi 2000 metra mbi nivelin e detit, duke përfshirë gjithë zonën lindore, jugulindore dhe perilindore. Pra mundësi për të bërë ski duke qenë që Bora fillon, me gjithse ngroja globale ka bërë punën e vetë, por Bora fillon që tani në ndorë dhe nga fundi marsit i ke për shumë gjithë zona të ngarkuar me Borë, që mund të bësh ski natyrale, në më thënë jo, si që kanë bërë sot të resorte mjaft të mëdha në vend të perëndimit që janë detyruar me borë artificiale, nërsa të i ke mundësit. Çështja është që vendet përreth, vendet ish Jugosllavisë, shumë vende përfituan këto resortet nga periudha e komunizmit. Domethënë në periudhën e komunizmit mund të bëshin, duke pas parasysh që turizmi i bardhë don disa elementa që e para njëra është sipërfaqja, që për të bërë një resort skisti pa diskutim i don mbi 10.000 m2, që janë pistat, janë zona hoteliere, ashtu që i don në një formë që ti marrësh me qira, ti blesh apo ti kesh si pronë. Dhe të këne në periudhën e komunizmit nuk që e mundshme për të zhvilluar ky lloj turizmi, ndërsa në këtë periudhë janë problematikat e pronësisë. Dhe normalisht edhe në një farë mënyrë edhe prioritetet që vetë investimet i japin këtyre zonave, edhe infrastruktura, por që janë shumë të mundshme sot duke pas parasysh që krijimi i infrastrukturave që i afrohet zonave Alpeve mund të jetë shumë e mundshme duke pas parasysh kushtet aktuale që janë sot. Zoti Sadik, një pyetje të fundit rreth kulinarisë, pasi ju vetë thanë që pikërisht në emisionin tonë në një pjesë të rëndësishme ja kushtojmë pikërisht artit të bukur të kulinarisë. Guzhinat, pjatat tradicionale, ç'mund të na thoni rreth artit kulinar?
Kjo është element i rëndësishëm, ndër më të rëndësishme që kemi në turizëm, çështja e kulinarisë. Flas edhe për grupet që sjellën nga jashtë, por edhe për turizmin e brendshëm. Në rast se marrim elementat po them që na japin pikë pozitive kur në anketimet apo që pyesim këta të huajt, mes problemeve që na i evidentojnë për mirë, siç është natyra, diversiteti, po them Bregdeti, Mali, fushat, gjitha këto që i kemi në 28.000 km2, na evidentojnë shumë trashëgiminë historike dhe kulturore që kemi ka lanë, elementa në UNESCO, pjesën historike, është shumë rëndësishme dhe si element pozitiv që na evidentojnë çështjen e kulinarisë, kulinari tradicionale, kulinarin e përshtatshme për turizmin që po zhvillojmë, por në një farë mënyrë dhe shijet e kësaj kulinarie. Dhe këthe mund të evidentojnë në të gjitha restorantet apo pikat e kalimit që shkojmë që jam drekën në turët që lvizim. Ne lvizim shumë për Shqipëria apo në Ballkan, dhe duke qenë që lvizim edhe në Ballkan bëhet shumë diferencimi mes kulinarisë në Shqipëri edhe me vendet përreth. Është një kulinari që po orientohet drejt po them profesionalizmit që kanë kuzhinat, kuzhinierët, apo dhe amvisat e ndryshme që trajtojnë gatimet me atë që ne kemi pas si element bazë që kanë qenë frutat, perimet dhe kombinacionet e mishit me kryesisht me perimet. Dhe orientimi i saj drejt tavave, drejt furrave, drejt mbushjeve që janë shumë të mira për nga shijet. Pra, kjo është një element që ne duhet të vazhdojmë edhe duhet t'i japim e t'i mshojmë shumë. Por që masiviteti dhe ardhjat dhe prure që kemi në zonat malore, me që po flasim për turizm malor, kanë filluar të na evidentojnë edhe disa probleme, siç janë zona, po them, e Alpeve shqiptare, siç domethënë që përfshin Thellë, Valbon, zonën e Lezhëve. Është natyra bukur, është çdo gjë është okay, por jo se ka të mënyra gatimit, jo se është kush e di se çfarë. Domethënë. Pra ka mangësi. Ka mangësi. Problemi është që nuk është të thanë që ne ti jemi nga njerë peng i tradicionalitetit, po them një zone. Se nëse flasim për ne zonat veriore, nga jam edhe unë me origjinë, nuk është se kemi pas në i tradit shumë të madhe në kulinari, siç mund të ketë qenë zona Korçë, apo zona e Shqipërisë Jugut, apo zona e Shqipërisë Mesme. Pra baza ka qenë trajtimi i mishit, që ne dhe mishin e bënim fërlek, themi hell, apo mish në zgarë. Kanë qenë disa gatime që bën me brumrat, siç është flia apo pitja, dhe po them. Pra nuk kemi mbajtur për ndonjë. Por nuk është të thënë që tani të shkosh që nga Thethi në Valbon, në Përbjesht thash vetëm mish në zgar apo në fërlik edhe fli. Pra do thotë që duhet, sepse ti shkon në një tur që bëjmë për shkak 6-7 ditë në gjithë të zonat që do është, edhe drekën edhe darkën. Se mirë, mëngjeset janë, po them, standarde. Por që thash, mish e fli në drek, mish e fli në darkën. Pra nuk është, domethënë, nuk duhet, ne duhet i mshojmë tani që ndoshta edhe duhet e futen disa elementat kulinarisë edhe në zonat tona. Mund krijohet tradita. Edhe tradita mund të merret si traditë shqiptare edhe këtë të tavave, që mund ta bësh, domethënë, e përdor kryesisht kjo zona e Malit mishin saç. Mishin saç është një mish që zihet edhe pastaj mate i ngrohtë në prush mbi tava ose mbi çerebe me saça. Mund t'i mshojmë shumë kësaj që themi, për shembull, specat mushin që bën mbushjet bën nga më të ndryshmet, me mish, me oriz dhe me radhë. Mund të jetë ajo që përpara përdoshim mish me oriz, që nuk ishte thjesht si pilaf, po ishte mish me oriz, me langun e mishit, me qepe, me karrota, me radhë. Mund të jenë këto mushe që sot mund mos kemi pas tradit patligjanat, por mund të banë mushe me patligjanat që janë zakonisht interesante. Edhe mjaft nga llojet e ndryshme që tani unë nuk jam i kësaj fushe, po i evidentoj si klient. Domethënë të mundshme që mund të banë, ne mundet tani o të organizuar Ministeria e Turizmit,
apo dhe donatorë që kanë projekte goxha të rëndësishme, s'po hyn këtij aspekti që nuk ka donator që nuk bën projekte për turizëm malor. Isha tani 3 ditë me një projekt që kishte Ministria e Mjedisit, Ministria e Turizmit dhe Bashkimi Evropian që fliteshe për krijimin e parkut të Alpeve shqiptare, që ishte bashkimi i parkut të Thethit, Valbonës dhe rezervati strikt i Lumit Gashit në një si me thanë, element geografik përbashkët, pra nuk është vetëm çështja për të përfituar nga trendet që ka sa turizëm malor, po të ndikojmë me këto projekte duke marrë, ndoshta duke shfrytzuar edhe këto që bëni ju, ose bashkëpunim me ju, ku ti i evidenton recetat të ndryshme gatimi që mund t'i bën të që përmenda unë disa ose ashtu, që kanë element të tillë të mundshëm për t'i përdorë në zonën e veriut, ku ta zam ke hithra, apo ke i quajmë disa lakra bjeshke, për janë si punë e labotit, dhe mund të bësh lloj byrekrash ose forma brumrash që mund të ndryshme, ose lloj supash. Pra domethënë të pasurohet dhe kjo gastronomia që mund të bëhen edhe atje në vend, ku janë visa nga zona të tilla që ashtu mund të shkojnë dhe t'japin, po them, recetat apo mundësitë konkrete, apo projekte të ndryshme që të ndikojmë tek amvisat të cilat janë amvisat apo burrat apo gratë që kanë marrë përsipër për të krijuar një bujtinë këto shtëpiat për të kthyer bujtinë, por t'i mësojmë se si mund të gatuhet në mënyrë që t'i mësojmë shumë këtij elementi që është mjaft i rëndësishëm dhe është i mundshëm që brenda zonave të tilla me produkte bio të zonave mundet të bëhen të realizohen dhe të kenë edhe elementin specifik që do shkosh në filan vend azam në theth, ke për të hangër një diçka tillë që nuk mund ta kenë vendet e tjera. Zoti Sadik, faleminderit që i thatë po ftesës tonë për të bërë pjesë e kohës për të shijuar. Ka qenë vërtet një bisedë e këndshme, është shumë bukur kur flet për turizmin e vendit tënd. Pa diskutim edhe nga pikpamja e biznesit që ne jetojmë me këtë punë, po dhe nga ajo çka unë jam kryetari një organizate turistike, Unioni i Operatorëve Turistik, që mundohem të jemi aktiv duke dhënë përparësi shumë këtyre elementave që ne shohim nga eksperjencat e vendeve tjera, ndihmë përparësitë e vendit tonë në mënyrë që treguesit shifrat që flasin milionëshe të jenë tamam të ndikueshme dhe të perceptueshme realisht në terren. Ju falenderoj. Miqtë e mi, ndërkohë që përcjell të ftuarin, mos harroni në këndin e kuzhinës, ne do të na pres Mandi, i cili na rekomandon çdo ditë nga një recetë. Dhe është pikërisht për ju ambisa që na ndiqni çdo ditë. Dhe ja ku jemi sërish me Mandin, i cili këtë herë nuk është me mua për të dhënë vlerësimin, por për të na rekomanduar recetën për ditën e sotme. Shokë kërpudha, kalamar, pancet. Ke ngel në i gjë pa marrë të xhangonë, se më duket se kemi marrë të gjitha. Dhe qep në thatë, kemi marrë dhe karot, qep, selino, majdanov, për të krijuar buljonin e kemi gati. Ndërkohë do përgatisim një risotto, pra e ndryshuam pak atë rrjedhën, nuk ka më pasta, futëm në risotto. Kam menduar të përgatis një risotto me kalamar, kërpudha dhe pancet. E çuditshme ky bashkimi i kërpudhave me kalamar dhe pancetës. Është një bashkim i mishit të derit me frutat e detit dhe me kërpudhën që është zëdëvate për mua është speciale. Dhe origjina e çfarë mund të themi më shumë për këtë recetë? Është një recetë e kombinuar. Pra siç dim që bën risotto me pancet dhe me produkte të tjera, siç dim që bëhet një risotto me kërpudha, siç mund dim të gjithë që bëhet një risotto me fruta deti, unë mundoha të ndërthur të gjitha, duke kombinuar një risotto me... Pra është ide jotja? Është një kombinim dhe një ide imja, është shumë e mirë në shije dhe shumë e lehtë për të përgatitur. Për ta shuar kemi verën e bardhë, jo konjak. Ndërkohë kemi dhe buljon e perime që kam përgatitur. Mirë, e nisim përgatitjen e recetës me... E nisim përgatitjen duke ndezur zjarrin dhe më pas do vendosim pak vaj ullivi. Po marr, kthej Mandi. Shtuam pak vaj ullirive dhe ndërkohë do shtem qepën e thatë të prerë në fije të holla.
Është një kombinim shumë ideal për këtë recet. Shumë ideal, si shtash Iva, për këtë recet, sepse bashkojmë mishin e derit, ose të vicit, pancetën, me kalamarin dhe me kërpullën. Pra kemi shtuar qepën. Dështojmë kalamarin, duke e prerë në rrath të vegjit. Kemi thënë sa më të vogla dhe sa më të holla t'i presin produktet, aq më shpejt përgatiten. Gatuhet më shpejt. Kam prerë një pjesë në kalamarin, shtem dhe pjesët e tentakuleve të kalamarit, duke mos i prerë, sepse na duhet për dekor në fund. Marrim dhe pjesën tjetër. Ndërkohë shtem dhe pak kalamar. Tani kemi shtuar qepën. Shtem kalamarin që unë e prerova. Të kalamari është produkti i dytë. I dytë, sepse është më i fortë, Kërkon më shumë kohë. duhet gjithmonë të shtojmë në radhë të gjitha produktet. Pasi shtojmë kalamarin, do shtojmë Në fakt, Mandi, në kuzhinë vërtet që pas ka shumë rëndësi ka shumë rëndësi renditja e produkteve, sepse gjithmonë duke shtuar një produkt që bëhet më shpejt, pra gatuhet më shpejt, duke shtuar produktin tjetër, ai produkt që ne shtojmë përpara i humbet vlerat e gjitha. Dhe nuk quhet më pastaj produkt të themi i gatuar pak ose i gatuar shumë nëse shtojmë një produkt para ose mbrapa rradhe. Shtem dhe kërpullën duke e prerë në feta tholla. Është nëse mjaftueshme një kërpull. Dhe kam përshtypjen që dhe tjera du dali shumë e bukur. Patjetër që po, kanë ngjyra dhe ja dhe këto të kalamareve që janë hapur. Do i lëmë për dekor në fund. Atëherë shtojmë pancetën Iva. Ndërkohë shtojmë dhe kërpullat. Pra, renditja e produkteve të hedhura në tigan është, kemi hedhur vajin e ullirit, e kemi lënë pak qastes në të nxehet, më pas kemi hedhur qepën e grirë. Po, pas kemi shtuar qepën, kemi marrë kalamarin e kemi prerë. Në rrotat të vogla ose në rrath të vegjël. Pasi kemi shtuar kalamarin që ne e kavërdisëm, kemi shtuar pancetën të prerë në kubike. Pasi kemi shtuar pancetën, kemi shtuar kërpullat të prerë në feta. Ndërkohë po i kavërdisim pak të gjitha së bashku, që ndërkohë dhe skuqen dhe lëshojnë shijën e njëra tjetër dhe kombinohen bashkë. Ndërkohë do shtojmë orizin. Do hedhim orizin. Orizin, do të japim një kavërdisje të lehtë. Dhe në fund do hedhim buljoni që do ta lëmë që të verën e bardhë. Tani do shtojmë verën e bardhë. Në këtë mënyrë shkrihen dhe të gjitha shijet bashkohen bashkë. Bashkohen me njëra tjetër. Krip dhe piper. Tani shtojmë kripën. Dhe më pas piperin. Piperin e zi. Ndërkohë shtojmë pak buljon nga buljoni i perinëve. Mund të shtojmë çdo lloj buljoni, pra kemi peshkun, mishin. Pra mund të shtojmë buljon peshku, mund të shtojmë buljon mishi. Por kemi dhënë shijen e perinëve. Duke i dhënë perime, pasi janë më të lehta, pasi duke pasur dhe përbërës që kanë kalori dhe vitamina. A duhet të vendosim kapak? Nuk është e nevojshme, sepse gatuhet shpejt. Gjithmonë Mandi kapaku e ndihmon që të përgatitet më shpejt. Kapaku e ndihmon të gatuhet më shpejt dhe orizi bëhet më dal, por duke pasur gjithmonë në këtë rast siç kemi risotto, nuk është e nevojshme të vendosim kapak. Sepse siç e dim të gjithë që kemi risotto duhet pak e fortë. Tani më duhet pak thika ajo, duhet të grij pak majdanos. Do ta kemi gati pasi të kemi përfunduar recetën. Mirë, me që kemi kohë në dispozicion, derisa risotto të përgatitet ashtu siç duhet, le të falenderojmë Supermarket Xhangollin, ashtu siç përmenda në fillim, Mandi sot tash sipas ka lënë gjë supermarketit pa marrë. Jo, vërtet jam duke gatuar një risotto. Faleminderit Xhangolli që na krijon mundësinë, të blerjeve të produkteve të ndryshme.
në ambientet e supermarketit tuaj. Te këty xhangolli ne e dim që kemi mundësinë të blejmë produkte me cilësi të mirë, por me kosto të lirë. Kemi rekomanduar për ditën e sotme risotto me kërpudha, me kalamar dhe pancet. Produktet kryesore ishin kërpudha, kalamari dhe panceta. kalamari, panceta, qepa. Qepe thatë të prerë në fije të holla, ose dhe në kubik mund të prejmë, nuk është shumë e nevojshme. Krip, piper, vaj ulliri, vaj ulliri dhe majdanozin, në që da shtojmë në fund fare. Dhe majdanozin. Kemi filluar në fillim duke shtuar pak vaj ulliri në tigan, pasi kemi shtuar vaj, kemi shtuar qepën, ndërkohë që vaj unë dze, pasi shtuam qepën, shtuam kalamarin të prerë në rrotat të vogla ose në rrath të vegjën. Pasi kemi dhënë një kabërdisje kalamari, shtuam pancetën, gjithmonë duhet të rendisim produktet, pasi gjithmonë një produkt do në kohë më të gjatë, ose një produkt që do në një kohë më të shkurtër. Pasi kemi shtuar pancetën, shtuam kërpullën të prerë në feta, si që kemi dhe në këtë rast tani, që unë e shpjegoj. Pasi kemi shtuar kërpullën, i kabërdisëm të gjitha së bashku, ndërkohë morën dhe shijën e njëra tjetrës, kemi shuajtur me verë të bardhë. Pasi kemi shuajtur me verë të bardhë, kemi shtuar pak bulion perimesh, pasi kemi shtuar bulionin, krip, piper, ndërkohë kemi shtuar dhe, do shtojmë dhe në fund majdanozin. Tani presim sa të zihet risotto. Mandi, përderi sa është një recetë e cila është e ideuar, në një farë mënyre kemi bashkuar produktet me njëra tjetër. A mund të japim 2-3 alternativa të ndryshme të gjithë të teleshikuesve që na ndjekin? Alternativat janë, në qoftë se nuk keni kërpudha, mund ta gatuan ato vetëm me pancet? Mund ta bëjmë me pancet dhe me kalamar, mund të shtojmë perime të tjera si karrota, mund të shtojmë bizele, mund të shtojmë kungull. Ka mënyra, në qoftë se s'kemi kalamar, mund të shtojmë karkaleca, mund të shtojmë sepje, mund të shtojmë midhje, ka mënyra të tjera. Në qoftë se nuk kemi pancet, mund të shtojmë prosciutto, të pulës ose viçi. Pra, është recetë e cila të lë hapësira për të vepruar. E rëndësishme është nga gjithë kjo recetë që ti na ke rekomanduar, renditja pra mënyrën se si ne e gatuam dhe pse jo ne i përcjellim një mesazh shumë të qartë të gjithë teleshikuesve, sidomos anvisave që janë të fiksuara mbas të gatuarit, që mund të bashkojmë shumë mirë frutat e detit me mishin dhe me kërpudhat që janë perimet. Atëherë dhe pak minuta Eva e kemi gati. Pasi të kemi pothuajse të përfunduar recetën, do shtojmë majdanozin, gjithmonë duhet ta lëmë pak të jetë i freskët dhe të gatuar, sepse i humbin të gjitha vlerat dhe ngjyrën që ka. Ka një ngjyrë të mrekullueshme, jeshile, që në sezonin veror kjo ngjyrë preferohet jashmasin nga gjithë neve. Ndërkohë në dimër ne konsumojmë për çaj, siç ju dhe keni prezantuar e pas here. Dhe në fakt, përdorimi i kërpudhave mandi është shumë e rëndësishëm për të thënë, për vetë faktin sepse pavarësisht se futen tek perimet, shumë herë kemi theksuar faktin që kërpudhat janë ata produkte të cilat zëvendësojnë mishin. Vërtet. Prandaj dhe ndoshta shkon shumë mirë ky kombinimi i frutave të detit me kërpudhat, sepse ne i kemi quajtur gjithmonë zëvendësues të mishit. Vërtet është një produkt që për mua ka shumë vlerë. Unë gjithmonë kur e gatuaj, në ambient ku punoj dhe në familjen time, përpiqem që t'ja prezantoj të tjerëve, t'i them që ka këto vlera, është një produkt që konsumohet shumë i shijshëm, si në verë, si në dimër, në vjesht, në pranverë, është çdo sezon që është një produkt që ka shumë vlera për mua. Dhe jo më kot për munda kërpudhat, sepse dhe recetën tjetër Mandi na ka premtuar që do ta sjellë kërpudha të mbushura. Do bëjmë kërpudha të mbushura. Unë nuk e di. Do t'i mbushim me produkte që pra me zezavate, është që shpresoj që i kemi gjithë në familjet tona, gjithmonë unë e sugjeroj receta që çdo kush mund t'i ketë në familjen e tyre, dhe mendova të gatuaj kërpudha të mbushura me zezavate, me prosciutto, të shohim çfarë kemi në frigorifer dhe do ta gatuajmë. Dhe këtë lëngun që po ta shohim ka këtë ngjyrën e kafe. Shiko tani, ka lëshuar ngjyrë kafe, ka lëshuar pjesa e brendshme e kërpudhës. Pra, kjo pjesa që ka kërpudha nga brenda, lëshon atë ajkën e vet dhe duke u zier, lëshon bojë. Dhe kjo është ajo ngjyra kafe. Ndërkohë dhe kalamari lëshon pak, jo shumë, por pak ngjyrë të verdh, ndoshta. Kërpudha i lëshon më tepër. Ja dhe pak minuta, themi 2-3 minuta e kemi gati. Duhet kemi gjithmonë parasysh që të jetë e ujshme, jo shumë e tharë risotto. Duhet jetë pak e ujshme. Siç kemi thënë, duhet pak sepse ndihmon shumë mirë në
në përtypjen e saj. Pra kur përtypen, Tretet Arrin që të tretet më shpejt në rastin se si risotto ashtu dhe pasta që kemi thënë të jenë sa më të lëngshme. Pak al dente dhe pak të ujshme. Mandi për vetë faktin sepse në përgjithësi si risotto dhe pastat kur bashkohen dhe me salcën, sa më shumë të qëndrojnë në pjatë, aq më shumë trashe. Kështu që kur i kemi të lëngshme, ndoshta ka dhe gjatësinë e të shijuarit më shumë se sa kur. Është e vërtet kjo që ju shpjeguat, sepse duke e pasur të lëngshme, si ti e the, në moment që ne e servirim në tavolinë, ka më shumë kohë. Ka më shumë kohë dhe ndërkohë që ne të dy supozojmë jemi në restorant, kemi një bisedë, ndërkohë dhe pastën ose risotton e kemi në tavolinë, pra arrim të ruaj atë duke pasur pak lëng më tepër, dhe në moment që ne konsumojmë, ajo është akoma e Këtë e kemi parë dhe të konkurentët. Patjetër. Sepse shumë herë janë penalizuar pikërisht për këtë fakt, të bëjnë salcën shumë të trashë, ndërkohë që ti vjen kur është momenti për të ardhur dhe për të bërë provën, ajo është ngjitur dhe nuk shijon më ashtu siç është. Për të gjithë ata miq, të cilët sapo kanë hapur ekranin e Albania Screen dhe po thon po mirë, të dy po i shohim ne që kanë veshur me të zeza dhe po çfarë po gatuajnë? Kemi duke gatuar sot një risotto me kalamar, me pancet dhe me kërpura. Pra është një kombinim që ne e quajmë duke pasur risotto futadeti, duke pasur një risotto me kërpudha, duke pasur një risotto me pancet, me mish pule ose me një produkt tjetër. Pra i kombinova duke marrë kalamarin, kërpudhën dhe pancetën, duke i ndërthurur bashkë në një risotto. Pra kishim në fillim duke shtuar në këtë tigan pak vaj ulliri, pasi unë nxe tigani dhe vaj unë ngrë, shtuam qepën ndërprerë në feta ose në kubike. Nuk ka shumë rëndësi, por rëndësia e madhe është duke ne e kavërdisim, se si e kavërdisim qepën dhe ajo zbutet ndërkohë të tretet. Pasi kemi shtuar qepën, kemi shtuar kalamarin të prerë në rrota të vogla ose në rrath të vegjël. Pasi shtuam kalamarin, që i dham një kavërdisje, kemi shtuar pancetën. Pasi ne kemi shtuar pancetën, kemi shtuar kërpudhën, ndërkohë duke e prerë në feta. Pasi shtuam kërpudhën, kemi dhënë një kavërdisje të treve së bashku që të marrin dhe shije, ndërkohë dhe lëshojnë shijen e njëra tjetër. Pasi kemi shtuar kërpudhën, kemi shuajtur me verë të bardhë, kemi shtuar pak buljon perimesh ose lëng perimesh, ta quajmë. Kemi shtuar pak kri piper dhe ndërkohë jemi pothuajse në fund të recetës, ku do shtëm dhe maldanozin të prerë në copat vogla. Dhe me kaq për 1 minutë ne përfundojmë pjatën tonë. Marrim maldanozin, është në tigan. Edhe pse ne kemi përdorur sasi të konsiderueshme produktesh, për të gjitha ambisa që po na ndjekin, nuk është domosdoshmëri që të jetë pjata kaq e mbushur plot. Absolutisht jo. Sepse në një familje që ka 4-5 persona, ku secila pjatit kaq e mbushur, me kaq shumë produkte, kostoja del shumë. Atëherë për një person ti shpjegojmë dhe gramaturat që duhen. Për një person duke pasur këto përbërës, pra përveç orizit, si kalamari, kërpudha dhe panceta, duhet oriz 50 gram. Kalamar duhet afërsisht 70 gram. Kërpudh duhet një që shkon afërsisht ke 50 ose 60 gram. Pancet duhet 50 gram. Vaj ulliri 2 ose 3 lugë gjelle, një gjysmë qepe. Megjithatë, dhe nëse ne marrim të gjitha këto masa që ti sapo the dhe i bëjmë nëse një familje përbëhet nga 4 persona, e gatuajmë si për 2, pra vetëm produktet, ka përshtypjen që prapë shija të del. Patjetër që po. Sepse kemi produkte që kanë vlera dhe kanë dhe shihet në një farë mënyrë ndërthurë me njëra tjetrën dhe atë shija kryesore del. Atëherë Iva kemi gati, e kemi orizin al dente dhe pak të ujshëm, siç ne e shpjeguam që gjithmonë kur konsumojmë oriz ose pasta, gjithmonë duhet të jenë pak të ujshëm. Kemi vendosur dhe pjesën e tentakulës të kalamarit për dekor, e cila është kjo këtu. Dhe risotto jonë është gati dhe na mbetet vetëm për të fshirë pak pjatën. Dhe kjo është Iva. Mirë, Mandi, të lëmë shënduar, të faleminderit. Na ke kënaqur sot me këtë recetë, çfarë ka pasur në frigoriferin e kohës për të shijuar, Mandi ka rëmbyer me njerë dhe Jaku ka përgatitur një recetë të veçantë. Këtë mund ta bëni dhe ju, të gjitha ju anvisa që po na ndiqni, jo gjithmonë pazar që në mëngjes,
Jo gjithmonë me dhimbje koke se çfarë do të gatuaj sot, mjafton të hapni frigoriferin, ta shkoni bashkë fruta detje, fruta pylli. Perime mish, ja ku vjen edhe dora dhe mendja e artë e shefit ton të kuzhinës, duke na dhënë në fund fare, duke na finalizuar me një pjatë vërtet të shijshme. Unë do ta shijoj, ndoshta nesër jap edhe vlerësimin. Nga 0 deri në 5 pikë. Deri nesër miru takofshin. Miru takofshin.